Në mes të një dite të tensionuar në shtëpinë e Big Brother, Gjesti dhe Gbani përfshihen në një debat të ashpër që shpejt del jashtë kontrollit. Atmosfera është e elektrizuar dhe tensioni mes tyre ka qenë i pranishëm prej disa ditësh, por këtë herë situata arrin një pikë kulmore. Gjesti, i lodhur nga sjellja dhe qëndrimi i Gbanit, e shikon drejt në sy me një shikim sfidues dhe, pa u menduar 2 herë, i thot me një ton të prerë: "Ti nuk e kupton që nuk ke vend këtu, apo jo? Po të them unë, Gbani, shumë shpejt do të dalësh nga kjo shtëpi. Do të nxjerrin me zarf të zi." Në sekond, fytyra e Gbanit ndryshon. Ai e shtrëngon nofullën dhe i ngushton syt, duke u përpjekur të përmbajë inatin. Por qartësisht, fjalët e Gjestit e kanë goditur aty ku nuk duhet. "Çfarë the?" thot ai, duke bërë një hap përpara, tashmë i acaruar. "Kush je ti që mendon se mund të më nxjerrësh nga loja? Mos kujto se ke ndonjë fuqi këtu." Gjesti nuk tërhiqet. Ai buzëqesh me ironi dhe e shikon me përbuzje. "Nuk më duhet të bëj asgjë," i thot ai me një ton të sigurt. "Ti vetë po e bën të lehtë që produksioni të nxjerrë jashtë. Sjellja jote flet vetë. Më beso, është vetëm çështje kohe para se të shohësh zarfin e zi." Gbani tashmë po vlon nga inati. Ai shtrëngon grushtat dhe merr frym thellë, duke u përpjekur të mos shpërthejë, por e ka të vështirë. "Ti kujton se mund të më provokosh?" i thot ai me një ton të ulët dhe të rrezikshëm. "Nuk ke iden me kë po flet, Gjesti. Mos e kalo kufirin." Gjesti nuk lëkundet. Ai thjesht tund kokën dhe qesh me ironi. "E po, do ta shohim kush do të qesh i fundit," i thot ai, duke u larguar ngadalë, por pa e hequr shikimin nga ai. Banorët e tjerë kanë vënë re tensionin dhe fillojnë të afrohen, duke përshpëritur mes tyre. Disa prej tyre kanë parë përplasje mes Gbanit dhe Gjestit më parë, por kjo situatë duket më serioze se kurrë. Gbani, ende i acaruar, qëndron aty, duke shtrënguar nofullën dhe duke parë drejt Gjestit me një shikim që flet shumë. Ai nuk do ta harrojë këtë bisedë dhe është e qartë se ky konflikt nuk ka përfunduar ende. A do të përshkallëzohet më tej situata mes tyre? Apo njëri prej tyre do të tërhiqet për të shmangur ndonjë incident të madh? Një gjë është e sigurt, pas kësaj përplasjeje, marrëdhënia mes Gbanit dhe Gjestit nuk do të jetë më e njëjtë. Në një nga këndet e qeta të shtëpisë së Big Brother, Amber dhe Gjesti qëndrojnë ulur në divan, duke biseduar me zë të ulët për një çështje që duket se po bëhet gjithnjë e më problematike, Egli. Amber është e shqetësuar dhe ndihet e detyruar t'i japë një këshill Gjestit, i cili, nga ana tjetër, duket i lodhur nga situata. Amber e shikon drejt në sy dhe, me një ton serioz, i thot: "Gjesti, duhet të bësh diçka për këtë situatë. Egli është e verbuar pas teje dhe nuk po kupton asgjë tjetër. Nuk do të lërë të qetë, edhe pse ti nuk e do atë. Kjo po bëhet problem." Gjesti pshertin dhe tund kokën, sikur të mos di më çfarë të bëjë. "E di, Amber," thot ai me një ton të lodhur. "Kam provuar t'i flas, t'i shpjegoj që nuk ndjej të njëjtën gjë për të, por ajo thjesht nuk dëgjon. Çdo herë që përpiqem ta mbaj larg, ajo gjen një mënyrë për t'u afruar përsëri." Amber vendos dorën mbi supin e tij dhe i flet me më shumë theks: "Gjesti, ti nuk e kupton ende, por Egli mund të shkojë shumë larg. Nëse vazhdon kështu, ajo mund të fillojë të manipulojë, të vendosë në situata të sikletshme. Nuk dua të shoh duke u përballur me diçka që mund të shmangësh tani. Duhet ta largosh para se të jetë vonë." Gjesti e shikon Amberin me dyshim. "Si mendon se mund ta bëj këtë?" pyet ai. "Nuk dua të dukem si një djalë i keq, por nuk dua as që të vazhdoj kështu." Amber ngushton syt dhe merr frym thellë. "Duhet të jesh i prerë," i thot ajo. "Pa asnjë hapësirë për keqkuptime. Mos e lër të mendoj se ka ende shpresë. Bëj të qartë që mes jush nuk ka asgjë dhe nuk do të ketë kurrë. Nëse nuk e bën tani, ajo do të vazhdojë dhe do të përpiqet të përdorë emocionalisht." Gjesti mbetet i heshtur për disa sekonda. Ai duket i menduar dhe disi i tensionuar. Ai e di që Amber ka të drejtë, por nuk është e lehtë të përballet me këtë situatë. "Do të përpiqem," thot më në fund ai.
por nuk e di si do ta marrë ajo. Kam frikë se mund ta keq interpretoj dhe të bëhet më e keqe situata. Amber buzëqesh me një lloj mirëkuptimi dhe i shtrëngon lehtë dorën. Mos ki frikë, i thot ajo. Më mirë ta përballosh tani se sa të pendohesh më vonë. Nëse nuk vepron, ajo mund të vendos në një pozitë shumë të keqe. Trego vendosmëri dhe gjithçka do të shkojë mirë. Gjesti pshertin përsëri, por tund kokën si shenjë që e ka kuptuar. Ai e di që ka ardhur momenti ta mbyll këtë histori një herë e mirë. Ndërkohë, diku në dhomën tjetër, Egli ndodhet e ulur, duke parë nga larg Gjestin dhe Amberin që flasin. Sytë e saj janë të ngushtuar dhe fytyra e saj duket e mbushur me dyshime. Ajo e ndjen që diçka nuk shkon dhe duket sikur e nuhat që kjo bisedë ka të bëjë me të. A do ta kuptoj Egli që Gjesti po mendon ta largoj? A do ta pranoj ajo situatën, apo do të përpiqet të veprojë në një mënyrë që mund të komplikojë gjërat edhe më shumë? Një gjë është e sigurt, kjo histori nuk ka përfunduar ende. Në mes të një dite të tensionuar në shtëpinë e Big Brother, Gjesti dhe Gbani përfshihen në një debat të ashpër që shpejt del jashtë kontrollit. Atmosfera është e elektrizuar dhe tensioni mes tyre ka qenë i pranishëm prej disa ditësh, por këtë herë situata arrin një pikë kulmore. Gjesti, i lodhur nga sjellja dhe qëndrimi i Gbanit, e shikon drejt në sy me një shikim sfidues dhe, pa u menduar 2 herë, i thot me një ton të prerë: "Ti nuk e kupton që nuk ke vend këtu, apo jo? Po të them unë, Gbani, shumë shpejt do të dalësh nga kjo shtëpi. Do të nxjerrin me zarf të zi." Në sekond, fytyra e Gbanit ndryshon. Ai e shtrëngon nofullën dhe i ngushton syt, duke u përpjekur të përmbajë inatin. Por qartësisht, fjalët e Gjestit e kanë goditur aty ku nuk duhet. "Çfarë the?" thot ai, duke bërë një hap përpara, tashmë i acaruar. "Kush je ti që mendon se mund të më nxjerrësh nga loja? Mos kujto se ke ndonjë fuqi këtu." Gjesti nuk tërhiqet. Ai buzëqesh me ironi dhe e shikon me përbuzje. "Nuk më duhet të bëj asgjë," i thot ai me një ton të sigurt. "Ti vetë po e bën të lehtë që produksioni të nxjerrë jashtë. Sjellja jote flet vetë. Më beso, është vetëm çështje kohe para se të shohësh zarfin e zi." Gbani tashmë po vlon nga inati. Ai shtrëngon grushtat dhe merr frym thellë, duke u përpjekur të mos shpërthejë, por e ka të vështirë. "Ti kujton se mund të më provokosh?" i thot ai me një ton të ulët dhe të rrezikshëm. "Nuk ke iden me kë po flet, Gjesti. Mos e kalo kufirin." Gjesti nuk lëkundet. Ai thjesht tund kokën dhe qesh me ironi. "E po, do ta shohim kush do të qesh i fundit," i thot ai, duke u larguar ngadalë, por pa e hequr shikimin nga ai. Banorët e tjerë kanë vënë re tensionin dhe fillojnë të afrohen, duke përshpëritur mes tyre. Disa prej tyre kanë parë përplasje mes Gbanit dhe Gjestit më parë, por kjo situatë duket më serioze se kurrë. Gbani, ende i acaruar, qëndron aty, duke shtrënguar nofullën dhe duke parë drejt Gjestit me një shikim që flet shumë. Ai nuk do ta harrojë këtë bisedë dhe është e qartë se ky konflikt nuk ka përfunduar ende. A do të përshkallëzohet më tej situata mes tyre? Apo njëri prej tyre do të tërhiqet për të shmangur ndonjë incident të madh? Një gjë është e sigurt, pas kësaj përplasjeje, marrëdhënia mes Gbanit dhe Gjestit nuk do të jetë më e njëjtë. Gbani, i irrituar dhe i mbushur me mëllef, afrohet ngadalë drejt Gjesti, duke i hedhur një vështrim të ftohtë dhe kërcënues. Atmosfera mes tyre bëhet e tensionuar, ndërsa të dy qëndrojnë përballë njëri tjetrit në një cep të shtëpisë, larg syve kureshtar të banorëve të tjerë. Me një zë të ulët, por të ngarkuar me nervozizëm, Gbani i thot: "Dëgjo mirë, Gjesti. Ti mund të bësh ç'të duash këtu brenda, mund të tallesh, të luash lojën tënde, por kur të dalim jashtë, historia do të jetë krejt ndryshe." Gjesti e sheh me një shprehje të përzier mes habis dhe dyshimit. Për një moment, ai mendon se Gbani mund të jetë thjesht duke e provokuar, por toni serioz i zërit të tij dhe mënyra se si e shtrëngon nofullën tregojnë se nuk po bën shaka. Gbani afrohet edhe më shumë, duke u siguruar që askush tjetër nuk po i dëgjon. "Kur të mbaroj Big Brother dhe të takohemi jashtë, do ta shohësh se çfarë do të ndodhë. Unë nuk harroj dhe nuk fal lehtë."
Ti e di mirë se për çfarë po flas. Gjesti përpiqet të mos tregoj asnjë shenjë frike apo shqetësimi, por nuk mund ta mohoj se fjalët e Gbanit kanë një peshë kërcënuese. Për një moment ai hap gojën për të thënë diçka, por më pas ndalon, duke vendosur të mos i jap më shumë rëndësi situatës. Shiko, Gbani, unë nuk e di për çfarë po flet, por nëse mendon se mund të më friksosh, e ke gabim. I thot ai, duke u përpjekur të ruaj një ton të qetë. Gbani buzëqesh me ironi dhe tund kokën. Mirë, do ta shohim këtë. Përshpërit ai dhe largohet ngadalë, duke e lënë pas një gjesti që tashmë nuk mund të mos mendoj për atë që sapo ndodhi. Tensioni midis tyre mbetet pezull në ajër dhe ndërsa dita kalon, gjesti nuk mund të mos e pyes veten nëse kërcënimi i Gbanit ishte vetëm fjalë të hedhura në nerva apo diçka më serioze që duhet ta marrë parasysh kur loja të përfundojë. Në mes të tensionit të krijuar në shtëpinë e Big Brother, Jozi dhe Gerta përplasen me njëri tjetrin në një debat të ashpër që nis si një bisedë e zakonshme, por shpejt merr për masa të mëdha. Që prej ditëve të para, marrëdhënia mes tyre ka qenë e mbushur me përplasje dhe keqkuptime, por këtë herë duket se asnjëri nuk ka ndërmend të ndalet. Me një ton të prerë dhe një shikim të ftohtë, Jozi i drejtohet Gertës me përbuzje, "Ti je një dështake." I thot ai, duke tundur kokën me ironi. "Që kur ke hyrë këtu, nuk ke bërë asgjë me vlerë. Vetëm ankohesh dhe flet kot." Gerta mbetet për një moment e shtangur nga fjalët e tij, por menjëherë fytyra i ndryshon dhe shikon drejt në sy Jozin, sikur të mos mund ta besojë atë që sapo dëgjoi. Por Jozi nuk ndalet këtu. "Je një njeri i ulët", vazhdon ai me një ton të mbushur me përbuzje. "Nuk di të bësh asgjë tjetër përveç se të viktimizohesh dhe të futesh nëpër debate që nuk të çojnë askund. Kush mendon se je këtu?" Banorët e tjerë fillojnë të vërejnë tensionin dhe disa prej tyre afrohen për të parë se çfarë po ndodh. Disa shkëmbejnë shikime mes tyre, duke kuptuar që situata po përshkallëzohet. Gerta, ende e tronditur nga fjalët e tij, përpiqet të mbajë qetësinë, por zemërimi i saj është i dukshëm. Por Jozi nuk ka përfunduar akoma. "Ti vetëm flet kot, budalliqe pa kuptim", i thot ai, duke tundur kokën. "Gjithë këto javë këtu, vetëm llafe ke bërë. Nuk ke lënë asnjë shenjë, nuk ke bërë asgjë të rëndësishme. Je thjesht një sfond në këtë lojë, asgjë më shumë." Gerta mban frymën për një moment, pastaj ngushton syt dhe e shikon me përbuzje. "Kështu mendon ti?" e pyet ajo, me një ironi të thellë në zërin e saj. "Po më trego pak, Jozi, çfarë ke bërë ti që të gjithë duhet të të respektojnë? Apo mendon se duke ofenduar të tjerët bëhesh i rëndësishëm?" Jozi buzëqesh metalli, por nuk i përgjigjet menjëherë. Banorët fillojnë të përshpëritin mes tyre, duke parë që situata mund të dalë jashtë kontrollit. Disa përpiqen të ndërhyjnë për ta qetësuar debatin, por është e qartë që Gerta dhe Jozi nuk kanë ndërmend të ndalen lehtë. A do të përshkallëzohet më tej ky debat? Apo njëri prej tyre do të tërhiqet për të mos e çuar situatën në një pikë pa kthim? Një gjë është e sigurt, ky konflikt nuk do të harrohet lehtë nga banorët e shtëpisë. Në mes të shtëpisë së Big Brother, tensioni mes Gertës dhe Jozit arrin kulmin. Pas disa ditësh me debate të vogla dhe përplasje të vazhdueshme, kjo përballje duket se është pika e fundit e durimit të Gertës. Ajo qëndron përballë tij me fytyrë të skuqur nga nervozizmi, ndërsa syt i ndriçojnë nga zemërimi. "Mjaft më, Jozi", shpërthen ajo, duke i treguar me dorë. "Nuk mund të shtiresh më sikur je viktima këtu. Të gjithë e dinë kush je në të vërtetë." Jozi, i befasuar nga toni i saj i ashpër, mundohet të përgjigjet, por Gerta nuk i lë hapësirë. "Ti nuk je njeri i mirë. E gjithë shtëpia e di këtë. Dhe mos mendo se mund të më trembësh me sjelljen tënde." Vazhdon ajo, duke e sfiduar me shikim. Tensioni në dhomë rritet. Banorët e tjerë fillojnë të afrohen me kurreshtje, duke ndjerë se diçka serioze po ndodh. Jozi e shtrëngon nofullën, përpiqet të ruajë qetësinë, por është e qartë se fjalët e Gertës po e prekin. Ai përpiqet të kundërpërgjigjet, por ajo nuk ndalet. "Ti je një dhunues", shpërthen ajo. "Ti nuk ke respekt për askën, as për mua, as për të tjerët.
Të gjithë e dim se si e në të vërtetë. Një heshtje e rënë bie në dhomë. Banorët shikojnë njëri tjetrin, disa të shokuar, disa të menduar. Disa prej tyre kanë pasur gjithashtu përplasje me Jozin, por askush nuk ka guxuar t'ia thotë kaq drejt për drejt. Jozi shtrëngon grushtat, duke u përpjekur të ruajë qetësinë. Mos e kalo kufirin, Gerta, i thot ai me një ton të ulët dhe të tensionuar. Nuk e di për çfarë po flet. Por Gerta nuk tërhiqet. E di shumë mirë për çfarë po flas. Dhe nuk do të qëndroj e heshtur më. Nuk ke për të më manipuluar, Jozi. As mua, as të tjerët. Banorët vazhdojnë të shikojnë, disa duke përshpëritur mes tyre. Tensioni është i dukshëm. A do të kundërpërgjigjet Jozi? Apo do të largohet për të mos e përshkallëzuar më tej situatën? Për një moment duket sikur ai po përgatitet të thotë diçka, por më pas, pa thënë asnjë fjalë, largohet me hapa të rëndë, duke e lënë Gertën ende të revoltuar në mes të dhomës. Ajo merr frym thellë, ndërsa disa nga banorët i afrohen për ta qetësuar. Por një gjë është e sigurt, ky debat nuk do të harrohet lehtë në shtëpinë e Big Brother. Në një cep të shtëpisë së Big Brother, ku shumica e banorëve janë të zënë me biseda dhe aktivitetet të tyre, tensioni fillon të rritet mes Gbanit dhe Aldos. Atmosfera bëhet e rëndë dhe shikimet mes tyre tregojnë se diçka po zjejnë. Gbani, me një qëndrim të sigurt dhe një vështrim të ftohtë, afrohet drejt Aldos, i cili qëndron i qetë, por me një ndjenjë të dukshme të shqetësimit në fytyrë. Pa humbur kohë, Gbani i flet me një ton të ulët, por të prerë, duke u siguruar që askush tjetër të mos dëgjojë. Dëgjo mirë, Aldo, i thot ai me një buzëqeshje të lehtë, por kërcënuese. Mos u fut mes meje dhe Danjës. Nuk e di çfarë po mendon, por më mirë të mos të shkojë ndërmend të bësh diçka që mund të më prish punë. Aldo, i habitur nga qasja e drejt për drejt e Gbanit, e shikon drejt në sy, duke u përpjekur të kuptojë nëse ai po bën shaka apo po e kërcënon seriozisht. Unë nuk po futem mes jush, i përgjigjet ai me një ton të qetë, por të vendosur. Thjesht kam marrëdhënien time me Danjen dhe nuk kam pse të jap shpjegime për këtë. Por Gbani nuk e pranon këtë përgjigje. Ai afrohet edhe më shumë, duke ulur zërin në një ton akoma më të ashpër. Më mirë mos ma merr si lojë, Aldo, i thot ai. Nuk më intereson se sa i fort mendon se je, se sa i zgjuar apo i rëndësishëm ndihesh këtu brenda. Nëse e kalon kufirin, do të kesh punë me mua. Aldo merr frym thellë, duke u përpjekur të ruajë qetësinë. Ai e di që Gbani është impulsiv dhe i paparashikueshëm, por nuk ka ndërmend të tërhiqet aq lehtë. Më duket se po e merr shumë seriozisht këtë situatë, i thot ai me një buzëqeshje të lehtë, duke u përpjekur të mos e tregojë tensionin që po ndihet në ajër. Nëse ke një problem me mua, ndoshta duhet ta diskutojmë si njerëz të rritur dhe jo me kërcënime boshe. Gbani qesh me përbuzje dhe tund kokën. Ti vërtet nuk kupton, apo bën sikur nuk kupton. I thot ai. Po të them qartë, qëndro larg. Nuk dua të kem probleme me ty, por nëse e bën të nevojshme, do të kujdesem që ta kuptosh një herë mirë. Aldo shtrëngon nofullën, por nuk përgjigjet me një herë. Banorët e tjerë fillojnë të shikojnë nga ata, duke kuptuar që mes tyre ka një tension të padukshëm që po rritet gjithnjë e më shumë. A do të përshkallëzohet kjo situatë në një përplasje më të madhe? Apo njëri prej tyre do të tërhiqet për të shmangur konfliktin? Një gjë është e sigurt, marrëdhënia mes Gbanit dhe Aldos nuk do të jetë më e njëjtë pas kësaj përballjeje. Në mes të një dite të tensionuar në shtëpinë e Big Brother, Danja dhe Gbani gjenden përballë njëri tjetrit në një situatë që po bëhet gjithnjë më e nxehtë. Prej disa minutash, Gbani po qëndron pranë saj, duke u munduar të flasë dhe të bëjë shaka, por Danja duket qartësisht e bezdisur. Ajo rrotullon sytë dhe përpiqet ta injorojë, por ai nuk ndalet. Më në fund, e lodhur dhe e acaruar, Danja shpërthen, "Ik, largohu se na çave kokën." I thot ajo me nervozizëm, duke bërë një gjest me dorë sikur po e përs. Por Gbani nuk lëviz. Ai qëndron aty me një buzëqeshje ironike në fytyrë, sikur të mos ketë dëgjuar fare atë që sapo i tha Danja. "Pse je kaq e tensionuar, Danja?" E pyet ai me një ton provokues. "Nuk po të bëj asgjë,
thjesht po flasim. Danja shtrëngon Nofullën dhe bën një hap mbrapa, e irrituar nga këmbëngulja e tij. Nuk kam asgjë për të folur me ty, prandaj zhduku. I thot ajo, tashmë me një ton më të ashpër. Nuk e kupton që nuk dua të shoh përpara syve? Banorët e tjerë fillojnë të vërejnë situatën dhe disa prej tyre ndalojnë bisedat e tyre për të parë çfarë po ndodh. Në sy të gjithëve, Gbani duket se po e bën qëllimisht situatën më të tensionuar. Ah, kështu pra? I thot ai, duke bërë një hap më afër saj. Ti mund të sillesh si të duash, por nuk mund të më përzësh. Shtëpia është për të gjithë, apo jo? Danja shikon përreth, tashmë e lodhur nga loja e tij. Ajo rrotullon syt dhe tund kokën, e përpjekur të ruajë qetësinë, por durimi i saj është në fund. Gbani, të kam thënë një herë dhe nuk do ta them përsëri, largohu nga unë. Nuk dua të dëgjoj më. Thot ajo me një ton të prerë dhe të vendosur. Në atë moment, disa nga banorët fillojnë të ndërhyjnë për të qetësuar situatën. Hajde, Gbani, lëre rehat, thot njëri prej tyre, duke u përpjekur ta largojë. Por ai vazhdon të qëndrojë aty edhe për disa çaste, si për të treguar që nuk e ka në plan të tërhiqet lehtë. Vetëm pas disa sekondash, me një shikim sfidues ndaj Danjës, ai më në fund largohet, por me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, sikur të ketë arritur atë që donte, ta nxirrte nga kontrolli. Danja merr frym thellë, duke tundur kokën e zhgënjur. Ky njeri nuk di kur të ndalet, thot ajo për vete, ndërsa përpiqet të qetësohet. Banorët vazhdojnë të flasin për këtë përplasje, duke komentuar tensionin mes tyre. Nuk është hera e parë që Danja dhe Gbani përplasen, por kjo përballje duket se ka lënë një shenjë që mund të ndikojë në marrëdhënien e tyre brenda shtëpisë. Në shtëpinë e Big Brotherit, atmosfera është e mbushur me tension, ndërsa një njoftim i rëndësishëm trondit banorët, një zar fizik ka mbërritur për Gbanin dhe Gjestin. Të gjithë banorët mblidhen rreth tyre, duke parë me kurreshtje dhe shqetësim se çfarë do të ndodhë. Gjesti dhe Gbani shihen njëri tjetrin me fytyra serioze, duke e kuptuar menjëherë që ky zarf nuk sjell lajme të mira. Banorët fillojnë të pëshpëritin mes tyre, të etur për të zbuluar se çfarë penalizimi do të marrë secili prej tyre. Moderatori ndërhyn dhe me një ton autoritar lexon për mbajtjen e zarfit, për shkak të sjelljes së tyre të papërshtatshme gjatë ditëve të fundit, Gjesti dhe Gbani do të penalizohen. Sjelljet e tyre kanë shkelur rregullat e shtëpisë dhe kanë krijuar një atmosferë të tensionuar, duke ndikuar në përvojën e banorëve të tjerë. Gbani, i ulur në divan, shtrëngon Nofullën dhe shikon nga poshtë, dukshëm i tensionuar. Ai është i vetëdijshëm që ka qenë shpesh në qendër të debateve dhe përplasjeve, por nuk e kishte imagjinuar që do të arrinte deri në këtë pikë. Gjesti, nga ana tjetër, përpiqet të ruajë qetësinë, por është e qartë se ky njoftim nuk i ka pëlqyer. Ai shikon përreth, duke kërkuar reagimet e banorëve të tjerë, por shumica duket se e kishin pritur këtë vendim. Moderatori vazhdon, Gbani, për shkak të sjelljes tënde kërcënuese dhe provokative ndaj banorëve të tjerë, do të penalizohesh rënd. Sjellja jote ka qenë e papranueshme dhe nuk mund të tolerohet më. Të gjithë mbajnë frymën, duke pritur të dëgjojnë vendimin përfundimtar. Për këtë arsye, Gbani do të jetë automatikisht i nominuar dhe është në rrezik për të lënë shtëpinë këtë javë. Sytë e Gbanit hapen më shumë dhe ai shtrëngon duart fort mbi gjunjë. Ky është një absurditet, murmuron ai, por e di që nuk mund të bëj asgjë për ta ndryshuar vendimin. Ndërkohë, moderatori kthehet nga Gjesti. Gjesti, edhe sjellja jote ka qenë jashtë rregullave të lojës. Për këtë arsye, edhe ti do të penalizohesh, por dënimi yt do të jetë më i lehtë. Do të jesh i skualifikuar nga sfida e imunitetit për këtë javë dhe nuk do të kesh mundësinë të fitosh ndonjë avantazh. Gjesti tund kokën me zhgënjim, por përpiqet të mbajë një qëndrim të qetë. Në krahasim me dënimin e Gbanit, i tij duket më i lehtë, por prapse prap ai e di që kjo mund të ndikojë në lojën e tij. Pasi zarfi i zi lexohet deri në fund, banorët fillojnë të komentojnë situatën. Disa e shohin si një vendim të drejtë, ndërsa të tjerë mendojnë se ndoshta dënimi i Gbanit është shumë i rëndë. Ndërkohë, Gbani largohet nga grupi dhe shkon në dhomën e gjumit, duke u përpjekur të përballojë emocionet. Ai ndjen që tani është në një pozitë të rrezikshme dhe e kupton se duhet të jetë shumë i kujdesshëm në ditët e ardhshme.
A do të arrijë Igbani të shpëtojë nga eliminimi? A do të ndryshojë sjelljen e tij, apo tensionet do të vazhdojnë? Një gjë është e sigurt, zarfat e zinj nuk sjellin asgjë të mirë dhe kjo ndëshkim mund të ndikojë shumë në ecurinë e lojës së tyre.